emisionin tjetër do të... Edhe në lidhje me atë çfarë parlamenti... amendamentit të cilin Bashkimi Evropian ka miratuar dje, është krejt e qartë, kuptohet që Parlamenti Evropian për shkak të shumë informacioneve dhe ne kemi diskutuar vazhdimisht që ne vetë zyrtar shqiptar, deputet shqiptar, përfaqësues të Parlamentit shqiptar, ngrihen me natë dhe shkojnë në për gjithë dyert e institucioneve europiane, kudo që ju hapen, edhe kudo që ju hapen, me letër i çojnë dhe çfarë nuk thonë për Shqipërinë. Dhe unë këtë e kam kundërshtuar vazhdimisht dhe e kundërshtoj dhe vazhdoj ta kundërshtoj. Kur të gjitha atje kishte edhe të PSD-s, nuk se shkuan në kafa në vesh veçmas. Nuk kam dalë akoma aty unë te amendamenti. Po them me ato që nisen me bukë me vete, natën me dritën e hënës dhe kanë si qëllim vetëm për të hedhur balë, sepse kështu mendojnë që duke hedhur sa më shumë balë, lehtësohen vetë dhe ngrihen sa më lart. Edhe e kanë bërë llogarinë shumë gabim. Sepse çdo lloj balde që hidhet mbi Shqipërinë është një balde e cila do kthehet dhe do bjerë në fytyrën e tyre. Dhe për shkak të gjithë kësaj balde që është hedh, patjetër që ka vëmendje nga Parlamenti Evropian, sepse dhe ato janë pjesë të forcave dhe qëndrimeve politike dhe ato kanë interesin për gjuar çdo lloj zyri. Patjetër që dhe protesta e cila zhvillohet këtu ka vajtur në veshin po ka shkuar zëri protestuesve, nuk ka shkuar opozita, nuk po flasim për këtë rast. Tash shiko, Shqipëria nuk ka lindur me 1 qershor kur filloi protesta, ka ca kohë që ka lindur më përpara. Por Shqipëria është hedh balt vazhdimisht, kështu që nuk ka lindur informacioni edhe nuk është marrë informacioni vetëm balt më të madhe se ka hedh kryeministri i Shqipërisë me çështjen. Vetëm ta mbaroj shemsi sepse nuk arrin dot ta përmendë kush ka hedh balt i pari. Ai që filloi të blej dhe ai që filloi të shkatroj demokracinë në Shqipëri duke shkatruar opozitën. I pari që ka hedh baltën më të madhe është kryeministri i Shqipërisë, vajti dhe rekrutoi një... Opozita ka vetëm një fajtor dhe një shkaktar shkatrimit që quhet Sali Berisha, në opinionin tim. Jo nuk e kam, unë e kam luftën me të gjithë si ty, por ama nuk mund të thuash në studio që shkatarimtari i PD-s do të Rama, po lidhje ka Rama me Partinë Demokratike. Kur e kam denoncuar Sali Berishën, unë ka qenë kryeministër në vitin 2012. Po shumë mirë ke bërë vazhdo denoncoje prapë edhe sot që të çlirosh opozitën, që të iki Rama duhet iki Berisha. Po nuk mund të thuash ti shkatari Rama. Shkatarimtari është Sali Berisha. E ka përdorur për kapital politik denoncimin tim publik që i kanë bërë zyrtarëve të qeverisë Partisë Demokratike që ishin aksionerë në minjerët e Bulqizës. Sot korrupsioni nuk është më ai që ishte, është 10 fish më i madh dhe po groposet demokracia dhe ekonomia shqiptare. Nuk është argument. Ti e don t'i bim fyllit në një vrim, aty te Sali Berisha. Por unë nuk mund të rri te Sali Berisha. E keqja më e madhe është ai që makson shqiptarët dhe transform shqiptarët. Po jo pra një sekondë tani të flasim dhe ne të kemi pak përgjigje. Një sekondë, a shkon atje në proteste ata fal? Po Omar Berisha pak përgjigje. Po pra, jam dakord. Si e kundërt ti atëra? S'jam kundra. Ai nuk arrin, po jo, ai nuk ajo nuk artikulon dot Ramën. Po ju artikulojmë Ramën, e kam artikuluar Ramën, kam gjithë po nuk ka ngelur fare mua, po nga ju që i bëni fres Sali Berishës nuk vini dot në pushtet. Ju pra ju. Nuk është për një qëllim. Po ju pra gjithë opozita vetë arrin të kuptosh që elementi kryesor që ban sot Ramën pushtetin është garantuesi. Ti ikin të dy moj të dy. Po thuje Ore ti nuk e thu dot Ramën, nuk e thu dot. Ti e ke keqe me Berishën. Po jo për zotri, por nuk ja iku Rama, këtë votoj njerëzit Berishë. Jo, Shqipërinë e re jam dakord me ty. Po pra. Shqyrqere dakord. Po ju më dakord kam qenë në fillimun. Hajde. Jeni ju që ka artikuloni. Jo, unë sa artikuloj. Unë rëndis prioritetet. Unë rëndis prioritetet e shqeqës shqiptare. Sot për sot e keqe në madhe është. E pe që e bërë. Unë bajt peng parlamentit deri sa kryeministri për të miratuar ligjin e amnistisë. Po pse iku Berisha? Pse iku si skuz Berisha? Po s'ka vlerë vota. Po pse iku? Nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Hajde pra tani. E pe se nuk shke Belinda Balluku në parlament.
Unë nuk kam marrë. Po Thiri Ramën i tha, hajde urgjentisht, ta votoja. Nuk kam marrë tutja për gjë për filin. E kemi amnestin në pjesën e dytë. E kemi amnestin në pjesën e dytë. Pjesë e parë. Alesja, po jo.